Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit ka miratuar rregullat e reja për dhënien e shtetësisë shqiptare për individ që kanë dhënë kontribut të veçantë me interes kombëtar në fushat e artit, kulturës dhe sportit. Udhëzimi përkatës i publikuar në fletoren zyrtare dhe i firmosur nga ministri Blendi Gonxha përcakton procedurat dhe kriteret që duhet të plotësojnë aplikantët e huaj që synojnë të pajisen me shtetësinë shqiptare përmes meritave të veçanta. Sipas dokumentit, përveç kushteve të përgjithshme të parashikuara nga legjislacioni në fuqi, kandidatët duhet të dëshmojnë kontribut konkret në promovimin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare përmes artit, filmit, muzikës, letërsisë apo disiplinave sportive. Po ashtu, kriter vlerësimi konsiderohet edhe përfshirja në krijimin apo mbështetjen e strukturave, projekteve dhe nismave që zhvillojnë artin, kulturën dhe sportin në vend. Udhëzimi përcakton edhe procedurën e shqyrtimit të aplikimeve. Fillimisht kërkesat regjistrohen nga drejtoria përgjegjëse pranë Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit, para dërgimit nga Agjencia e Posaçme për Programet e Shtetësisë. Më pas ministri ngre një komision ad hoc, i cili vlerëson dokumentacionin dhe kontributin e aplikantit në raport me interesin kombëtar. Në përfundim të procesit, grupi i punës harton një raport përfundimtar, ku përshkruhet kontributi i kandidatit, dokumentacioni mbështetës dhe qëndrimi përfundimtar mbi miratimin ose jo të dhënies së shtetësisë shqiptare. Zbatimi i këtij udhëzimi i ngarkohet strukturave përgjegjëse për politikat e trashëgimisë kulturore, zhvillimit të arteve dhe sportit, si edhe antarëve të grupit të posaçëm të vlerësimit. Udhëzimi hyn në fuqi pas botimit në fletoren zyrtare.